Ato fjalë që keni dhënë para njerëzve t'i mbajmë dhe t'i realizojmë. Qytetin e Bashkivarit të bëjë si qytetet e Bashkimit Evropiane. I kam qëllë derën, ka një mrejnë, thash mos ma tot një nusën, e kam nusën 7 zona, edhe 3 javë lindë, qikën 3 vjetë, më mi tremni, ato veç o drillëshim. Fillimisht, ne mund informacionet që i kemi, është se ai nuk është në asnjë institucion shtetëror, kontakton me familjen dhe me vullnetin e tij, bëhet i paditur. Inspektorët më kërcënuan se do të më dënojnë me 20 vjet burg, ose nuk do të më lëshojnë të gjallë. Friksohem se mund të më ekzekutojnë. Besomëni, nuk jam vrasës, nuk jam terrorist, por dua që të gjithë të jeni në dijeni për kërcënimet që më bëjnë. Ne në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë që këtu të ketë ngjarje të montuara politike. Ja snimam duke se postojnë, nisëm dalime. Po shkruaj ka 6 ditë në Ne zgjidhje. Nuk duhet merrem me raste individuale, kështu me rastin e Sopotit. Ku janë ata njerëz? A janë burg? Janë jashtë. Ku fjalë jashtë? Sopotës. Burgjeve janë, Jemi të pafajshëm, sa herë po dëmnat, këtë Evropë. Janë jashtë. Janë pafajshëm, 2 vetë këtu, 5 jelën këtë rënë, 3 po një tima që i, se 2 vazhni ka në burg. Edhe 4 i ka në vetë. Burgjeve janë, Që 7 vjetjanin të shpija se ka po, asasi. Shka, a i sigur, si më konë shpe. Ku janë ata njerëz? A janë burg? Janë jashtë. Ku fjalë jashtë? Sopotës. Burgjeve janë, Unë jam Abdil Jakubi, Çakalla nga fshati Tanush. Që nga lufta unë jam në burgun e Idrizovës së Shkupit. Unë nuk jam në burg vetë, me mua janë mbi 200 ushtarë të UÇK-s. Mirë për të gjithë janë lanë në harres, nga partia shqiptare e cila në emër të luftës dhe UÇK-s hipi në qeveri dhe arriti të mbijetojnë në pushtet me qeverinë Maqedone. Është mirë, i bim për gjakt. Shka me vona me këto? Vesh mi ndalu për shkolle. Siguruar organizim të rritë territorial të komunave, më shumë fuqi për pushtetet lokale dhe kushte më të mirë për jetën e secilit prej nesh. A duhet kishim bërë më tepër? Sigurisht që po.
Litë dhe ishë mamë, që për bajram, mas për bajram. Na u djerë, na ka këtë, s'kina shka me bo, s'kina ku me shku, kanë me cu, sokak, s'kam ku me shti, s'kam ku me shti. Shtirë, shumë shtirë, shumë shtirë. Dëshin me donë 3.000 euro për me marrë vendim punë. Për me marrë ne këna kërkuar vim të ju, s'na keni pranu, po keni pa ju bëni luftë dhe tani pension gjithë me marrë. Nga ana tjetër pam se këtu ndërtohet vetëm një tenderokraci do ta quaja ku politikanët marrin gjithçka për vete dhe popujt ja lanë vetëm premtimet e kotë. Kushte më të mirë për jetën e secilit prej nesh. A duhet kishim bërë më tepër? Sigurisht që po, sigurisht që po. Në fillim, lejoni që të përshëndesim kryetarin Tamin Duthaçi. Unë kam dërmen ma të mire me ata për mosh se që e kryer do t'jenë pjesë e plehut të historisë kombit shqiptar, nuk më interesojnë as pak. Prezentoj veten. Unë jam Bekim Fazliu, kandidati PDSH-s për kryetar të qytetit Shkupit. Du thoni se është e arritur e madhe se u ka kthilët së të mëja drejt shmallkumlet që në ata. Bashkë me ju, bashkë me vëmëron. Do të kabefte vo koalicia sonas. Derisa ishit në koalicion me ne, atëherë qeveria ishte e mirë, e mbështetshit e mbronit. Atëherë kryeministri ishte i mirë, atëherë kryeministri nuk ishte kundër shqiptarëve. Ti e dim fort mirë, nderuar zoti kryeministër, që ne kemi qenë qeveri dhe ti nuk ke mundur asnjë luan, asnjë gozhd, dhe asnjë punë tani siç në kohën kur ke qenë pjesë në qeverisë me ne. Aksione spektakulare të Policisë Speciale të ushtrisë dhe të policisë nuk lejon PDSH. Nuk lejon PDSH. Mor aksioni policor në kundër grupit kriminal ekstremist që i cili ishte vendosur në fshatin Brodet. Nuk lejon PDSH. Ne sot e të shojmë këtë punën e tikuvenit, nuk marrim pjesë këtë parlament. Do t'jenë pjesë e plehut të historisë kombit shqiptar, nuk më interesojnë as pak.
vidjeli silma sekundë dhe ka që vlizet e vo institucijite dhe ka vas nije problem da bidete vo opozicija ili ka që duvate vo institucijite. Postojanno ги менувате ставовете. Точно, имате право. Точно се сложува. Точно се сложува. Ако не победите на изборите, што ќе се случи? Знае, ќе се повлече. За секогаш од политиката? Добро. Situata tashmë është brengose, jo shqetësuese në për atë që po kalon shqiptarët e Maqedonisë. Besoj se tash çdo shqiptar pa marrë parasysh ku jeton në Kosovë, në Shqipëri, në Amerikë, në Australi, e ka të qartë se kjo pjesë e kombit shqiptar mbi kurrizën e vet po bart shumë padrejtësi. Se nuk jeni konzistent në deklaratat tuaja, ju përkujdoj edhe në deklaratën që dhat për kryetarin e Bashkisë Fetare Islame Sulejman Dexhepi në janar të këtij viti. Është interesant si kryetari Bashkisë Fesë Islame, i cili bëri një blasfemi të dorës parë kur e thiri Allahut që ta blagoslov Gruevskit, tash është mshë si miu në vrimat më të skajshëm. Normalisht se ai bën përgjegjësi të skajshme për këtë tolerancë dhe për këtë mundësi që tokat e shqiptarëve të vendosë kisha dhe të pamësohen ndërtimet e objekteve kulturore që kanë të bëjnë me fenë dhe me kulturën e shqiptarëve. 180 gradë kam ndryshuar mendimin për kryetarin e Bashkisë Fesë Islame. Nuk është problemi i partisë. Mendoj se ai njeri duhet të kërkoj falje publike një herë direkt Zotit Allahu. Ande besimtarëve që i ka thënë, që ka kërku Allahu ta blagoslovit anti-muslimanë dhe anti-shqiptarin më të madh. Kjo është për njerëzit të cilët kanë para reflektojnë. Jo më larg se 16 nëntori i këtij muaji, ju sërish shkua tek kuaj njeri, për cilin thatë se 180 shkallë keni ndryshuar mendim, dhe se ai duhet kërkoj falje Zotit dhe shqiptarëve se ka blagoslovit anti-shqiptarin më të madh Nikola Gruevski për t'ia uruar Bajrami. Te kohët e fundit ka filluar të mendoj se kjo situatë gati mund të bëhet e pakthyeshme. Në thënë irreversibil. Keqësimi i pozitës shqiptarëve mund të bëhet një proces i pakthyeshëm për shkak se gjanat kanë shkuar aq larg. U ka mbedurina vjenera, askund më shumë se sa në oborin e partisë tuaj për momentin. Interesante për një fillim të ri, për të ndruar një realitet i cili është i zimt për të gjithë qytetarët, në veçanti për shqiptarët. Kam ndërmend më të mirë me ata për moshë se që e kryer do të jenë pjesë e plehut të historisë kombit shqiptar, nuk më interesojnë as. Odlicino imalo koliko. На ниво на стратешки партнери. Стратешки партнери во смисла на нивно охрабрување да влезат во идејата за формирање на нова политичка партија и мислам дека тие контакти со МВР почесто беа со мендуктачи, отколку со Xhafer. Ne jemi popull shumë i lashtë, është Aleksandri ynë i madh, Aleksandri i Maqedonisë. Nëse është për t'i dalë zot Aleksandri të madh, duhet t'i dalim ne shqiptarët. Partitë kryesore të shqiptarëve në Maqedoni edhe të hënën kanë shkëmbyer akuza të rënda mes vete për çështjen e dosjeve. Përplasjet mes partive politike shqiptare nisën pasi një profesor i Universitetit Shtetëror të Tetovës dorëzoi në Komisionin për Lustrim dosje për 3 funksionarë të BDI-s, ndërkaq paralajmërohet se në të ardhmen do të publikohen edhe dosje të tjera.